Dhe tani është momenti që të shkojmë së bashku tek parashikimi i motit për të parë se si do t'jenë temperaturat sot dhe nesër në qytetet kryesore të vendit dhe mëtej edhe ato të rajonit. Do të nisim si çdo mëngjes tjetër me kryeqytetin, aty ku situata ditën e sotme pritet të jetë me reshje shiu intensive, edhe temperatura që shkojnë nga 13 gradë në orët e para të ditës në 17 gradë Celsius, temperatura më e lartë që do të regjistrohet përgjatë orareve të mesditës. Për të vijuar me ditën e nesërme, e shohim që kryeqyteti sërish do të ketë reshje shiu, po do të ketë edhe disa kthjellime, temperatura do të shkojnë nga 13 gradë në mëngjes në 18 gradë Celsius, temperatura më e lartë që do të regjistrohet. Vijojmë me qytetin e Durrësit për ta parë së bashku se si do të jetë situata në këtë qytet bregdetar të Shqipërisë dhe për të parë nëse do të vijojnë edhe këtu të kemi vranësira dhe reshje shiu dhe në fakt dita e sotme vjen pikërisht kështu, me reshje shiu intensive dhe temperatura që nisin nga 15 gradë në orët e para të ditës dhe arrin maksimalja 18 gradë përgjatë orareve të mesditës. Ndërkohë që dita e nesërme do të sjellë disa kthjellime, por kjo nuk do thotë që do të largohen reshjet e shiut. Temperaturat do të shkojnë nga 15 gradë në mëngjes në 20 gradë Celsius më e larta që regjistrohet përgjatë orareve të mesditës. Zhvendosemi në qytetin e Radhës. Do shkojmë tashmë në një tjetër qytet, do shkojmë edhe te kalendari historik, por ndërkohë do të ndalemi tek Elbasani, aty ku dita sot do të jetë me reshje shiu intensive, me temperatura që nisin nga 12 gradë në orët e para të ditës dhe arrin maksimalja në 16 gradë përgjatë orareve të mesditës. Dita e nesërme është pak a shumë ashtu sikurse ishte Tirana dhe Durrësi, me reshje shiu, por edhe me kthjellime, me temperatura që nisin nga 12 gradë në mëngjes dhe arrin maksimalja në 19 gradë Celsius. Kjo duket të jetë situata e kushteve të motit edhe në qytetin e Elbasanit, me sa duket po vjen gradualisht një përmirësim i temperaturave, por njëherë zgjedhje i kushteve të motit, ndryshe nga sa kemi parë në ditët e para të javës, për të vijuar tani me qytetin e Fierit dhe për të parë së bashku nëse situata në Fier do të ketë përmirësime. Dita sotme vjen me reshje shiu intensive, me temperatura që nisin në mëngjes herët me 12 gradë Celsius dhe arrin maksimalja 17 gradë Celsius. Ndërkohë që lajmi i mirë vjen pikërisht në ditën e nesërme, në të njëjtën e kësaj jave, aty ku do të largohen reshjet e shiut, por do të kemi një mot i cili vjen i alternuar mes kthjellimeve dhe vranësirave, me temperatura që nisin nga 13 gradë dhe arrin maksimalja 19 gradë Celsius. Nga jo çfarë arrim të vërejmë dhe sipas grafikës së paraqitur në këto momente në ekranet tuaja, është fakti se do të kemi edhe një përmirësim të temperaturave veç kushteve të motit. Nga Fieri ndalemi tashmë në qytetin e Radhës për të parë së bashku se si do të jetë situata e motit në qytetin e Beratit, aty ku dita vjen sot me reshje shiu intensive, me temperatura që nisin nga 13 gradë në orët e para të ditës dhe arrin maksimalja 17 gradë përgjatë orareve të mesditës, ndërkohë që nesër do të kemi reshje shiu, por do të kemi edhe disa kthjellime. Temperaturat do të shkojnë nga 14 gradë në mëngjes në 19 gradë Celsius, më e larta që do të regjistrohet. Vërejmë një rritje të temperaturës maksimale në qytetin e Beratit në raport me ditën e nesërme, me ditën e sotme. Por ajo çfarë ne duhet kemi parasysh dhe duhet jemi të kujdesshëm është që çadrën mos ta ndajmë nga çanta, sepse do të na duhet edhe nesër, pavarësisht se kemi një përmirësim të kushteve të motit. Vijojmë nga Berati në qytetin e Radhës tashmë, jemi në Korçë. Korça vjen me reshje intensive përgjatë ditës së sotme, me temperatura që nisin nga 9 gradë në mëngjes dhe arrin maksimalja në 13 gradë Celsius përgjatë orareve të mesditës dhe dita nesër vjen me reshje shiu, por edhe me kthjellime. Alternohen të dyja, temperaturat do të shkojnë nga 8 gradë në mëngjes në 15 gradë Celsius më e larta që do të shënohet në qytetin e Korçës. Për të vijuar tashmë me qytetin e Radhës, nga Korça do të ndalemi në një tjetër qytet të Shqipërisë për të parë së bashku kushtet e motit dhe temperaturat. Jemi në qytetin bregdetar të Vlorës, aty ku vijojnë reshjet intensive edhe ditën e sotme. Temperaturat do të shkojnë nga 15 gradë në mëngjes në 18 gradë Celsius më e larta që do të regjistrohet. Nesër dukshëm edhe sipas grafikës së paraqitur në këto momente në Ledwall, vërejmë një përmirësim të kushteve të motit dhe të temperaturave, të cilat do të pësojnë një rritje, ndërkohë që kushtet e motit do të jenë të alternuara mes reshjeve të shiut
dhe kthjellimeve për gjatë gjithë ditës. E rikujtoj edhe një herë, mirë është që çadrën mos ta ndajmë nga çanta, sepse është një aksesor i nevojshëm sidomos në këtë stin të vitit dhe mund të ketë të papritura në çdo kohë. Mos u mashtroni nga i dielli i mëngjesit, nga jo koha e hapur e mëngjesit, sepse gjithçka mund të ndodhë. Shkojmë më tej. Pas Vlorës në qytetin e Radhës do të ndalemi në Gjirokastër. Në Gjirokastër në fakt ndryshe nga qytetet e sipërpërmendura, nuk kemi përmirësime të kushteve të motit nga sot nesër. Reshjet intensive do të vazhdojnë për gjatë të 2 ditëve, edhe sot, edhe nesër në të njëjtën e kësaj jave. Temperaturat ditën e sotme shkojnë nga 12 gradë në mëngjes, në 15 gradë Celsius më larta që do të regjistrohet, dhe nesër nga 13 gradë në orët e pare të ditës, në 17 gradë Celsius, temperatura më e lartë që do të regjistrojë termometri për gjatë orareve të mesditës. Nga Gjirokastra do të ndalemi në qytetin qytetar të Sarandës, aty ku vijon po njësoj situata e reshjeve të shiut, janë intensive dhe do të përfshin të gjitha zonat përreth. Temperaturat sot do të shkojnë nga 14 gradë në mëngjes, në 17 gradë Celsius më e larta që do të regjistrohet, dhe nesër nga 16 gradë në orët e para të ditës, në 17 gradë Celsius që do të jetë edhe temperatura më e lartë që do të regjistrojë termometri për qytetin e Sarandës për gjatë orareve të mesditës. Do të zhvendosemi tashmë në zonat veriore të Shqipërisë. Nisim me Tropojën, vijojnë në reshjet intensive të shiut për gjatë kësaj të mërkure, por edhe nesër në të njëjtën. Temperaturat do të nisin nga 10 gradë sot dhe do të arrijnë maksimalja në 13 gradë Celsius. Ajo çfarë mund të themi është një lajm i mirë për qytetarët që jetojnë dhe veprojnë në Tropojë, ose dita e nesërme do të vi me një përmirësim të temperaturës maksimale, e cila nga 13 ditën e sotme do të rritet me 3 gradë dhe do të arrijnë në 16 gradë Celsius nesër për gjatë orareve të mesditës. Ndërkohë që ajo minimale nesër do të jetë në 9 gradë Celsius. Për të vijuar nga Tropoja në qytetin e Radhës të Shqipërisë, jemi në Puk tashmë. Në Puk situata e motit duke të jetë me reshje intensive për gjatë gjithë ditës së sotme, por po ashtu edhe nesër. Temperaturat në këtë të mërkur do të arrijnë nga 9 gradë në 12 gradë Celsius maksimalja, dhe nesër nga 8 gradë në orët e para të ditës, në 14 gradë temperatura më e lartë që do të regjistrojë termometri për gjatë orareve të mesditës. Kemi një përmirësim të temperaturës maksimale nga sot nesër, mbase mund t'i gëzohemi këtij fakti, nëse nuk i gëzohemi dot faktit që ka reshje intensive, për të cilat jemi paralajmëruar edhe më herët nga të gjitha instancat përkatëse, për të vijuar tashmë nga Puka në qytetin e Radhës dhe për të shkuar në Kukës. Në Kukës ndihet një përmirësim i kushteve të motit që në ditën e sotme, aty ku reshjet e shiut do të vijojnë, por do të vinë edhe me kthjellime, me temperatura që nisin nga 9 gradë në mëngjes dhe arrin maksimalja në 13 gradë Celsius. Ndërkohë që dita nesër largon reshjet e shiut, temperaturat do të vijojnë të jenë pak a shumë të ngjashme, por do të kemi një përmirësim të temperaturës maksimale, e cila do të rritet me 4 gradë Celsius, duke arritur kështu në 17 gradë Celsius, dhe sa i përket kushteve të motit, lajmi i mirë se do të largohen pikërisht reshjet e shiut dhe do të kemi një mot që vjen i alternuar mes kthjellimeve dhe vranësirave për gjatë gjithë ditës. Nëse përmendim temperaturat e ditës së sotme nisin me 9 gradë dhe arrin maksimalja 13 gradë Celsius, dhe nesër nga 10 gradë në mëngjes në 17 gradë, sikurse e përmenda edhe më herët, duke shënuar kështu një rritje në raport me ditën e sotme. Vijojmë me qytetin e Peshkopis, aty ku dita sot vjen me reshje intensive, me temperatura që nisin nga 7 gradë në mëngjes dhe arrin maksimalja në 11 gradë Celsius, ndërkohë që dita nesër sjell disa përmirësime të kushteve të motit, reshje, por edhe kthjellime për gjatë gjithë ditës. Temperaturat do të nisin me 9 gradë në mëngjes, do të arrin maksimalja në 14 gradë Celsius. Ajo çfarë mund të themi është se po ashtu edhe në qytetin e Peshkopis kemi një rritje të temperaturës në të dy, edhe në temperaturën minimale, edhe në temperaturën maksimale. Vërejmë që nga 7 gradë sot shkon në 9 gradë Celsius nesër, dhe nga 11 gradë sot shkon në 14 gradë Celsius ditën e nesërme. Për të vijuar tashmë me qytetin e Radhës, ku do të ndalemi së bashku për të parë se si do të jenë kushtet e motit në qytetin e Shkodrës. Sot dhe nesër kemi reshje shiu intensive, vijojnë. Në fakt, Shkodra është një nga qytetet më problematike për gjatë kësaj stine, por edhe për gjatë stinës së dimrit, në gjitha këto kohë kur ne kemi të bëjmë me reshje shiu, kështu që patjetër edhe disa nga
Paralajmërimet lidhen me qytetin e Shkodrës për të treguar kujdes dhe për të qenë të përgatitur përballë çdo surprize të motit. Temperaturat sot do të shkojnë nga 12 gradë në mëngjes në 15 gradë Celsius. Më e larta që do të regjistrohet dhe nesër nga 11 gradë në orët e para të ditës në 16 gradë Celsius. Temperatura më e lartë që do të regjistrohet për gjatë orareve të mesditës. Vërejmë një përmirësim të temperaturave, por kushtet e motit vijojnë të mbeten të njëjta, ndërkohë sa i përket qytetit të Lezhës, sot kemi rreshje intensive të shiut. Temperaturat shkojnë nga 12 gradë në mëngjes në 17 gradë Celsius, më e larta që do të regjistrohet, dhe nesër do të vërejmë një përmirësim të kushteve të motit, por një herë zgjedhje të temperaturave, edhe pse është një rritje shumë e vogël krahasuar me ditën e sotme. Megjithatë, sa i përket kushteve të motit, nuk do të kemi rreshje intensive, por do të kemi sërish të tilla, megjithatë do të vinë edhe me kthjellime. Temperaturat sot shkojnë nga 12 gradë në mëngjes në 17 gradë Celsius, më e larta që do të regjistrohet, dhe nesër nga 12 gradë në orët e para të ditës në 18 gradë Celsius, temperatura më e lartë që do të regjistrohet për gjatë orareve të mesditës. Nga Lezhë do të zhvendosemi tashmë me qytetet e rajonit, duke filluar me Shkupin, aty ku dita është gri dhe shoqërohet nga vranësirat. Temperaturat do të shkojnë nga 9 gradë në mëngjes në 12 gradë Celsius, më e larta që do të regjistrohet, dhe nesër do të vinë disa përmirësime të kushteve të motit në të enjten e kësaj jave, duke qenë se do të shfaqet edhe dielli, edhe pse vranësirat do të vijojnë. Temperaturat do të shkojnë nga 10 gradë në mëngjes në 16 gradë Celsius, ajo maksimale që do të regjistroj termometri në qytetin e Shkupit. Për të vijuar tashmë me Prishtinën. Edhe Prishtina ka pasur problematika me kushtet e motit, kemi parë dhe kemi ndjekur zhvillimet që vinë nga aty. Sot do të kemi rreshje shiu intensive, temperaturat do të shkojnë nga 5 gradë në 7 gradë Celsius maksimalja, dhe nesër do të largojnë rreshjet e shiut, por do të vijojnë vranësirat. Padyshim do të ketë edhe kthjellime, dhe ky është lajmi i mirë që mund t'ju jap të gjithë qytetarëve që na ndjekin nga Prishtina, ndërkohë që temperaturat do të arrijnë nga 9 gradë minimalja në 14 gradë Celsius, më e larta që do të regjistrohet. Për të vijuar me Milanon tashmë, e për të parë së bashku nëse do të jenë favorizuar edhe ata të cilët e ndajnë jetën e tyre në këtë qytet. Sot dhe nesër kthjellime dhe vranësira, nuk ka ndonjë ndryshim të madh në temperatura, përveç faktit që me 1 gradë Celsius, qoftë në atë minimale, qoftë në temperaturën maksimale, do të bien në raport me ditën e sotme. Duke thënë këtë konkretisht, temperaturat sot në Milano do të shkojnë nga 5 gradë minimalja në 10 gradë Celsius, temperatura më e lartë që do të regjistrohet, dhe nesër nga 4 gradë në mëngjes në 9 gradë Celsius, temperatura më e lartë që do të regjistrojë termometri për këtë qytet. Për të vijuar tashmë me Brukselin, për cilin zakonisht jemi mësuar ta shohim me rreshje shiu, dhe me sa duket kështu vijon edhe në këto ditë të tjera të javës, në këtë të mërkur, por edhe ditën e nesërme, rreshjet do të jenë intensive, temperaturat shënojnë një rënje në raport me ditë të tjera, duke shkuar kështu ditën e sotme nga 1 gradë në 6 gradë Celsius maksimalja, dhe nesër nga 0 gradë në 4 gradë Celsius, temperatura më e lartë që do të regjistroj termometri, duke shënuar kështu një rënje akoma edhe më të madhe të temperaturave. Po përgatitemi për dimër është mëse normale. Shkojmë ndërkohë nga Brukseli në Paris për të parë së bashku që ditën e sotme do të kemi rreshje shiu që vinë edhe me diell, ndërkohë që temperaturat do të shkojnë nga 2 gradë në 8 gradë Celsius. Tani, nuk dua të gaboj, por me sa duket në Paris do të kemi borë, sikurse e tregon edhe grafiku në këto momente, temperaturat do të shkojnë nga 1 gradë në 5 gradë Celsius. Edhe rënja e ndjeshme e temperaturave, patjetër që e paralajmëron këtë situatë të motit. Për të vijuar tashmë me New Yorkun e për të mbyllur edhe parashikimin e motit për ditën e sotme, sot dita ka kthjellime dhe vranësira të alternuara të dyja, me temperatura që nisin me 4 gradë në mëngjes dhe arrin maksimalja në 7 gradë Celsius, ndërkohë që nesër do të kemi një situatë të motit që sjell rreshje shiu, por edhe kthjellime për gjatë gjithë ditës. Temperaturat nisin me 3 gradë në mëngjes dhe arrin maksimalja në 8 gradë Celsius. Kjo është edhe situata e motit në New York. Kemi ndjekur Shqipërinë. Shqipëria në fakt do ta mbyll me sa duket javën me kushte moti që kanë të bëjnë me rreshjet e shiut. Por, mos u shqetësoni, është mëse normale, jemi në vjesht. E di që këto ndryshimet klimatike na kanë mësuar pa keq, se kemi mësuar të kemi shumë ditë me diell dhe temperatura të larta, por të paktën për disa sektorë, sikurse mund përmend bujqësinë, mos ta harrojmë që shiu është një e mirë e madhe.